Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani zhvillojnë këtë të martë bisedime në Gjenevë që synojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre të gjatë rreth çështjes bërthamore, por me pak shenja për kompromis, ndërsa Washingtoni po grumbullon një forcë luftarake në rajon, njofton Reuters. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, do të marrin pjesë në negociata, të cilat do të ndërmjetësohen nga Omani së bashku me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të përfshihej indirekt në bisedimet e Gjenevës edhe se besonte se Teherani donte të arrinte një marrëveshje. Nuk mendoj se ata duan pasojat e mosarritjes së një marrëveshjeje, u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One të hënën. Mund të kishim arritur një marrëveshje në vend që të dërgonin bombardues B-2 për të eliminuar potencialin e tyre bërthamor. Megjithatë, na u desh që ta bënim këtë, theksoi Trump. Ushtria amerikane po përgatitet për mundësinë e operacioneve që do të zgjasin disa javë kundër Iranit nëse Trump urdhëron një sulm, thanë dy zyrtar amerikan për Reuters. Vetë Irani filloi një stërvitje ushtarake të hënën në ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore ndërkombëtare jetësore dhe rrugë eksporti nafte nga Shtetet Arabe të Gjirit, të cilat kanë bërë thirrje për diplomaci për t'i dhënë fund mosmarrëveshjes.